Ndërsa sezoni turistik tashmë është të çelur, procesi ndarjes së hapësirave të plazheve vijon të shoqërohet me paqartësi dhe problematika në terren. Agjencia Kombëtare e Bregdetit ka përfunduar fazën e saj teknike, duke përcaktuar sipërfaqet, vendodhjet dhe kapacitetet e stacioneve të plazhit, por duket se autoritetet lokale kanë marrë me nge menaxhimin e mëtejshëm të procesit. Sipas njoftimeve zyrtare, aplikimet për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi për sezonin veror 2026 u hapën përmes portalit i Albania nga data 23 shkurt deri në 15 mars, në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 649 viti 2024 të ndryshuar. Për çdo parcel plazhi, subjektet duhet të aplikojnë veçmas duke ju referuar hartës digjitale të hapësirave të lejuara. Megjithatë, verifikimet në terren tregojnë se në disa zona ka pasaktësi të dukshme, sipërfaqet e përcaktuara në hartë nuk përputhen gjithmonë me realitetin gjeografik dhe relievin e plazhit. Në disa raste, dyshohet për mbi vendosje parcelash, ndërsa kapacitetet e miratuara nuk reflektojnë hapësirën reale të shfrytëzueshme. Këto problematika rrezikojnë të kthehen në burim parregullsisht, përplasjesh mes subjekteve dhe konfliktesh në këtë sezon. Situata bëhet dhe më e ndjeshme në zonat ku interesi për shfrytëzimin e vijës bregdetare është i lartë, ndërsa hapësira publike mbetet e kufizuar. Ndërkohë, rregulloria parashikon se administrimi i plazheve duhet bëhet në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe njësive vendore, ndërsa harta e stacioneve të plazhit lidhet me vendimarrjen e Komitetit të Menaxhimit të Sezonit Turistik. Në këto kushte kërkohet verifikimi shpejt në terren, korrigjimi mbi vendosjeve dhe transparencë ndaj subjekteve, në mënyrë që sezoni të mos nisë me të njëjtat probleme të përsëritura. Bregdeti është pasuri publike dhe menaxhimi i tij nuk mund të bëhet me laps në zyrë, ku realiteti në rër flet ndryshe.